brenda kishës dhe ky është dhe formimi i ynë, edhe për këtë na intereson edhe më shumë si e shikon teologjia, si e shikon kisha. Kështu që karakteri, do thonim, është ai formimi ynë i vazhdueshëm, është një proces i cili presupozon pjesëmarrjen tonë në këtë formim. Ata dhe ku i thirrin përsëri, i thirrin në një mjedis, themi, që për të punuar, sepse si tham, puna nuk është vetëm ajo fizike, por edhe ajo shpirtërore. Pra në një farë mënyrë është një mision. Puna është një mision i vazhdueshëm. Vetë Apostulli Pavli ishte edhe një çadër punues, na thotë, që nxirrte edhe të ardhurat e tij përmes punës. Kështu që kjo është shumë e dobishme. Mos harrojmë gjithashtu që në mënyrë të veçantë në jetën monastiriale, monastike themit, monastiret, ka një program kaq të rëndësishëm edhe të detajuar në lidhje me punën, që është një punë sa fizike ashtu dhe shpirtërore. Është i njohur një shprehje, domethënë nga rregullet themi monastirëve benediktine që nga Shën Benedikti, që ora et lavore, domethënë lutu edhe puno, në latinisht. Pra, puna është të kthehet në një lutje, po dhe lutja kthehet në një punë. Dhe kur puna ka lutjen, ajo shejtërohet, kthehet në një bekim. Edhe kur lutja jeton me punën, ajo përsëri merr një frym shejtëruese, merr një kuptim, i jep punës vetvete, i jep një kuptim, edhe një kuptim shumë të thellë, me një dimension të jashtëzakonshëm, në të cilën ne e shikojmë në gjithë jetën e atyre që jetojnë në manastire, se si e ndërthurin edhe punën, edhe lutjen. Por nuk është vetëm shembull i manastireve, po manastiret janë një shembull për gjithë shoqërinë. Dhe në mënyrë të veçantë, meqense flasim për karakterin e një të krishteri. Pra përmes punës kuptojmë që sa i domosdoshëm është pra puna për formimin edhe e karakterit tonë. Se na mëson me disiplinë, na mëson me një qëndrueshmëri, na mëson me një integritet, na mëson edhe me dobi të tjera që janë të domosdoshme për shpirtin edhe për trupin. Sepse puna e presupozon si atë mendore që tham, edhe atë fizike, sepse dhe njeriu është i tillë, i krijuar edhe si frym, pra si shpirt, por edhe si trup. Edhe kur lutemi, edhe kjo është një element tjetër, ne nuk lutemi thjesht vetëm në atë aspektin intuitiv, me inteligjencën vetëm, por me gjithë qenien tonë. Dhe kjo është një themel tjetër i zbuluar në mësimdhënien e kishës dhe të etërve të kishës, themi, se si gjithë ekzistenca jonë merr pjesë në adhurim, në lutje dhe në punë. Pra me mendje, me shpirt, me zemër, gjithë qenia jonë kthehet pra në një mënyrë ekzistenciale, e gjithë qenia në mënyrë të plotë, pra puna. Dhe tani vim të një element tjetër i temës tonë, që thamë për sakrificën. Çfarë është sakrifica? Patjetër, siç folëm deri tani, puna presupozon, pra edhe ajo në vetvete është një sakrificë që bëjmë. Ne dim që sakrifica më e madhe dhe që është shembull i sakrificës vetë Krishti. Madje gjithë liturgjia hyjnore ka në thelb të saj aspektin pra pikërisht të dimensionin e sakrificës, kur ne ftohemi të bëhemi pjesëmarrës dhe të identifikohemi me këtë sakrificë të Krishtit. Por në kohën kur jetojmë sot, nuk na kërkohet që ne të sakrifikojmë në mënyrë dramatike, themi ashtu siç Krishti, sepse na mjafton sakrifica që bëri Krishti për njeriu, që është një herë e përgjithmonë. Ajo që na kërkohet është që të ndërtojmë një frym sipas
frymës që vetë Krishti përcjell në këtë sakrificë. Që do të thotë të fillojmë të sakrifikojmë nga egoja jonë. Të sakrifikojmë nga ato mendimet egoiste dhe përfituese vetëm për veten tonë. Pra të jemi të hapur për dashuri ndaj Zotit edhe ndaj tjetërve. Kjo është një sakrificë që na kërkohet dhe në mënyrë të veçantë një të krishteri. Tjetër, sakrifica është në kohën ku jemi sot. Sfidat e ndryshme me të cilët përballemi, ti shikojmë si një mundësi rritjeje dhe forcimi edhe përfitimi shpirtëror. Dhe jo thjesht të kalojmë në një dembelizëm, themi, apo ndonjë zhgënjim, apo në një braktisje, por të qëndrojmë, të rezistojmë tek e vërteta. Kjo është pra një mënyrë se si ne du t'i qasemi sakrificës, pra në kuptimin e krishterë. Sakrifica është të mos shpërdorojmë kohën kot, por si të menaxhojmë kohën që na e ka dhënë, sepse themi shpeshherë që koha na vjedh shumë nga jeta jonë, e thonë të gjithë. Por ne duhet ta shikojmë kohën si një bekim dhe çdo minutë, çdo sekond si një dhuratë të Zotit dhe ta vlerësojmë sa më mirë kohën. Një kohë për Zotin, një kohë për lutje, një kohë për tjerët, një kohë për të shërbyer. Mos harroni këtë gjë për të shërbyer. Dhe në mënyrë të veçantë të vijmë edhe në këtë periudhë, ne kemi shumë mundësi që ta shikojmë kohën si një bekim për të shërbyer në këtë periudhë të kreshmës së madhe, për të shërbyer me njerëz të ndryshëm në nevojë, me të moshuar, me fëmijë. Pra ta vendosim kohën në dispozicion të dashurisë për Zotin, por dhe dashurisë për tjetrin. Edhe kjo është një frymë sakrifice që secili mund të ofrojë sipas mundësisë së tij. Gjithashtu sakrifica është sikur ne të japim diçka edhe nga ana materiale. Sipas mundësisë edhe kjo. Edhe kjo është e bekuar. Mos harroni që Zoti sa e vlerësoi atë që kishte edhe 2 monedha, atë të moshuara, e dini historinë nga Ungjilli. Pra edhe kjo është një sakrificë që vlerësohet dhe kjo buron nga fryma e asaj që themi e Krishtit. Sepse me gjitha sakrifica do thotë të dhuroj, të jap, të jepem. Çdo mbyllje është një izolim, është një vdekje. Çdo hapje është një jetë. Zoti u dha, prandaj dhe dha jetë. Pra sakrifica është një mënyrë e të jetuarit. Mos e shikoni si një detyrim sakrificën, madje as si një privim që të privohemi, por si një dhuratë që neve na jepet dhe duhet ta japim, ta ndajmë këtë dhuratë. Pra kështu shikohet sakrifica. Do thonim si një mënyrë transformimi, shndërrimi, ashtu si Zoti pra shndërrohet dhe vjen dhe jepet vazhdimisht në çdo liturgji hyjnore, le ta shikojmë dhe ne këtë sakrificë si një mënyrë transformimi tonin të vazhdueshëm shpirtëror në atë që themi çfarë duhet të jemi. Kështu që besoj se tani kthehemi përsëri aty ku e nisëm, tek karakteri. Çfarë do të thotë karakteri i një të krishteri? Pra, bëm një hapje, çfarë do thotë karakteri i një të krishteri? Tham që përmes punës, çfarë është puna? Pam sakrificën, se çfarë është sakrifica në këtë perspektivë, edhe tani vim te një konkluzion përsëri për të parë kush qen ka në të vërtet karakteri i një të krishteri, i një të riu të krishterë. Pra karakteri që ka mënyra se si ne do ta shfaqim realisht veten tonë në përballë themi Zotit edhe njerëzve dhe shoqërisë. Pra, mënyra se si e ndërtojmë me punën tonë
fizike dhe shpirtërore, me mënyrën se si ne ofrojmë, që është kjo fryma e sakrificës, këtu kuptohet dhe karakteri i një të krishteri, i një të riu të krishterë, që është një njeri i cili jeton me frymën e Zotit, dhe fryma e Zotit do thotë frymë dashurie dhe ofrimi ndaj tjetrit, shërbimi, dhe ne e rezatojmë këtë, duke rezatuar këtë frymë, tregojmë që po formohemi shpirtërisht, duke pasur si ikon atë të bëhemi të ngjashëm me Zotin, sepse qëllimi i njeriu që prej fillimit ky është, u krijua sipas ikonës, me qëllim që ai të bëhet i ngjashëm me të. Pra kaloka gjithë kjo ecuri, ky formim i karakterit të një të krishteri përmes një procesi të gjatë. Me gjitha këto, çfarë tham deri tani, për të kuptuar dhe më shumë, ne le të kalojmë edhe te një pikë tjetër, çfarë rrezikon një i krishter në kohën e sotme, se pam të gjitha këto, se si formohet ky karakter, se si shfaqet ky karakter në jetën e kishës, por nga se mund të rrezikohet karakteri një të krishteri në kohën e sotme, në mënyrë të veçantë të rinjve. Sipas etërve tanë shpirtëror, ne mund të rrezikojmë ndonjëherë nga zelli i tepërt në besim. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm në zellin e qëndruarit tonë besim. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë ne duhet të ndërtojmë një marrëdhënie besimi dhe mirëbesimi me kishën, pra me Zotin, edhe me të tjerët, përmes një udhëzimi të një ati shpirtëror. Është shumë e domosdoshme, se ndryshe nga zelli i tepërt, çfarë mund të ndodhi? Mund të ndodhi që të gjykojmë të tjerët, t'i përgojojmë të tjerët, edhe të humbasim edhe shpirtin tonë. Dhe të kthehemi në ato që themi me njerëz në me mendime të kota dhe pa dobi. Gjithashtu, një i ri mund të rrezikojë, pra në formimin e tij të karakterit krishter, nga zhgënjimi, duke mos qenë i qëndrueshëm dhe në marrëdhënie në komunitet, në raporte të shëndetshme me njëri tjetrin, shpejt, dikush me gjën më të vogël, mund të rrezikojë dhe të bjerë një dëshpërim. Edhe kjo është rrezikon pra një i krishter në formimin e tij të karakterit. Dhe prandaj thon etrit, kujdesuni si do të formoni karakterin tuaj, si do të rriteni ju në Zotin dhe për ta reflektuar në raport me të tjerët. Shën Paisi, një shejtor i ditëve, themi të fundit në historinë e kishës tonë, thotë duhet vendosur, thotë, mendja dhe zemra të lidhura njëra me tjetrën, edhe mendimet me atë që vetë Zoti ka prezantuar. Sepse thotë varet formimi i karakterit ton, çfarë shikoni, çfarë dëgjoni, dhe çfarë lexoni, çfarë informoheni. Pra në këtë aspekt le ta shikojmë ne veten tonë mjedisin ku rritemi, ku formohemi dhe se si mund të ndikojnë ata dhe që të jemi të qëndrueshëm rezistent ndaj atyre fenomeneve që janë negativ. Sepse çfarë ofron fryma e botës, ju të gjithë e dini dhe përmendet diçka. Fryma e botës sot është një frymë e pasigurt, pra përcjell frymë pasigurie, sjell atë frymën e një suksesi lehtësisht që të përfitojmë sa më shumë pa u punuar, edhe gjithashtu të ofron kënaqësi që janë materialiste dhe konsumiste. Dhe jo një jetë me frymë sipas Zotit që ndërtohet përmes punës në dy dimensionet e saj,
përmes sakrificës, në frymën se si e shohim e ofrojmë veten, hapjen tonë ndaj Zotit dhe ndaj tjerëve, edhe në të gjithë formimin tonë. Prandaj, për të pasur një karakter sa më të shëndetshëm, kemi nevojë për praninë e vazhdueshme të kishës dhe të etërve tanë shpirtëror. Kemi nevojë për formimin tonë bazuar në leximin e shkrimit të shenjtë, siç vetë përmendëm disa gjëra. Kështu mund të afrojmë dhe veten tonë një therore të gjallë tek Zoti. Këtë thot Apostol Pavli te letra drejtuar Romakëve në kapitullin 12, vargun e parë. Kështu e shohim veten pra një formim të shenjtë të karakterit ton si therore e gjallë tek Zoti. Kështu e shohim edhe perspektivën e formimit ton të karakterit si një karakter shejtërues, një karakter që të jetë dritë dhe krip në botë sipas Ungjillit, por edhe një shpresë për transformimin e botës, sepse Zoti dëshiron botën ta shpëtojë. Prandaj dhe erdhi si njeri mes njerëzve, për shpëtimin e çdo njerit dhe sigurisht edhe të botës. Kështu që kemi këtë privilegj ne si të krishterë për formimin ton dhe rritjen ton dhe shitërimin ton, por edhe këtë përgjegjësi se mbi të gjitha karakteri presupozon një përgjegjësi që formohet përmes punës edhe sakrificës. Faleminderit.